Atëherë dashur, rikthyem në studio ku kam sot të ftuar formuesin e klubit dhe po ashtu dhe trajnerin njëkohësisht të klubit të karates Idrizit, dhe më thonë kam të ftuar sot në studio Abdurrahim Idrizin me shumë kënaqësi që ju kam sot këtu. Ju faleminderit shumë për ftesën, ndihem krenar dhe i nderuar që jam pjesë e studios tuaj sot. Do bisedojmë përgjithësia për një vit, për vitin që po lëm pasi jemi edhe në fund të vitit tashmë. Një vit besoj i mbushur me punësh, po ashtu dhe viti i parë që funksionon klubi, megjithëse me duke mos lënë anash apo në harres karrierën tënde sportive në përgjithësi. Më thonë do bisedojmë në përgjithësi se si ka shkuar puna, aktivitetet dhe sukseset e klubit të karates Idrizi si vjet. Patjetër, themelimi i klubit të karates Idrizi do të thonë bën një vjet tashmë që është ekzistues. Ishte një vit mjaft i vështirë, për shkak se për çdo trajner të ri në momentin e themelimit të klubit 2 vitet e para apo 3 vitet e para janë më të vështirat për shkak të adaptimit si trajner. Mirëpo gjatë karrierës time sportive 12 vjeçare, domethënë nuk e kam pasur aq të vështirë që të adaptohem dhe që tua shpalos dijen time gjeneratave të reja. Ka qenë një vit i vështirë me shumë sfida, po ashtu edhe kemi marrë pjesë edhe domethënë edhe në për aktivitete ndërkombëtare, mbarkombëtare, të cilat do t'i flasim pastaj. Ndihem krenar me një fjalë që dija ime po shpaloset te gjeneratat e reja. E si ndryshojnë përgjithësitë kur garon për vete apo kur je vetë sportist krahas asaj, domethënë të qenurit trajner apo edhe vetë të kesh më klubin tënd? Është ndjenjë shumë interesante për shkak që 12 vite karrierë që kam pasur, domethënë ti varesh nga vetja. Domethënë varesh nga vetja, atë që e ushtron e di se çfarë do bësh në turne. Mirëpo tash puna si trajner nuk është e njëjta, për shkak se dikush tjetër e merr dijen nga ti. Domethënë nuk je i sigurt a do e pranon ashtu siç duhet apo a di të t'ia shpjegosh dijen tënde ashtu siç e pranon fëmia apo garuesi. Dhe me të vërtet janë dy lloje të ndryshme. Fillimisht domethënë isha konfuza, do të jem për trajner apo jam vetëm për garues, sepse ka shumë garues të mirë të cilët nuk dinë të bëhen trajner. Ose ka trajner të cilët nuk kanë qenë garues të mirë, po janë trajner të mirë. Domethënë të gjitha këto varet, domethënë se kush çfarë karriere apo çfarë dije ka. Çfarë prirje ka më shumë. Mirë po i falenderoj të gjithë, domethënë që kanë pas besim te unë, sidomos familja ime, bashkëshortja ime, cilën kanë pas besim dhe e kanë ditur se mundem. Dhe domethënë kemi ardhur deri në themelimin e Karate Klub Idrizit, ku të cilën tashmë një vit kemi arritur që edhe të grumbullojmë disa medalje. Fillimisht do të flasim pak pasi është viti i parë se çfarë grup mosha kemi në klub, si bën këto ndarje kategoritët, na i sqarosh pak. Po edhe dua të di pak edhe mbi ndoshta kërkesën e njerëzve, që të ketë një lloj klubi të tillë, po edhe si e pritën lajmin që në fund po formohet. Patjetër, sporti i karates zakonisht domethënë ndahet në 2 disiplina. Është në disiplinën kata dhe në disiplinën kumite, ku është domethënë luftë me kundërshtar. Ndërsa kata është performancë e teknikave të karates. Unë për fat të mirë i kam punuar të dyat, ku jam edhe i medalist evropian, i dytë në Evropë në disiplinën kata dhe i 5 në Evropë në disiplinën kumite. Jam domethënë i bindur që edhe të 2 disiplinat do t'ua shpjegoj mirë nxënësve. Sporti i karates ndahet në grup mosha të reja, grup mosha domethënë prej 8 deri në 14 vjet, pastaj ka prej 14 deri në 18 vjet. Prej 18 domethënë fillojnë domethënë faza e seniorëve, domethënë të cilët është më profesionale në sportin e karates. Ku në klubin e karates Idrizi domethënë vlen të cekit se kemi fëmijën më të vogël 4 vjeçar. Domethënë antarin e më i vogël i klubit të karates Idrizi është 4 vjeçar, ku po mëson shumë mirë. Dhe nuk e kam pritur, të drejtë nuk e kam pritur se do të mësojnë ashtu. Mirë po, ja që kemi shumë talent në mesin tonë, në vendet e tona, të cilët vetëm duhet punë
dhe t'ju besojmë. Si e pritë është që një 4 vjeçar dëshiron të mësoj karate? Ndoshta ishe i gatshëm ta merrje si përgjegjësi, apo mendove ndoshta që bën mirë, apo jo keq, sepse sporti nuk është asnjëherë keq, po është mjaftueshëm le të themi i rritur në moshë për të qenë pjesë e klubit. Fillimisht zakonisht grupushat e reja, domethënë 4 vjeçar, 5 vjeçar, 6 vjeçar, kur vinë ato fillojnë vetëm për hobi. Për shkak se sporti e di është shëndet. Ato fillojnë me hobi. Mirë po pastaj me kalimin e kohës, domethënë stërvitje pas stërvitje, fillojnë dhe të kapin atë dijen të cilën e shohin, për shkak se fëmiu nuk mëson. Ai vetëm e interpreton atë që e sheh. Ato që i kanë pa, ashtu fiks. Ashtu që i ka pa, domethënë grupushat më të vjetra të cilën kanë punu, ka filluar edhe fëmijët më të vegjël që ta transferojnë, domethënë ato teknika i transferojnë ato 4 vjeçar. Me të vërtetë për mua është një befasi tregoj, për shkak se unë vetë për vete kam filluar në moshën 8 vjeçare me sportin e karates. Mirë po tash me 4 vjet, me të vërtetë ishte befasi për mua, mirë po jashtë që ja dalin, stërviten, janë të rregullt në stërvitje dhe unë ju besoj dhe besoj që do korin ende shumë suksese në jetë. E shohim ndoshta si një garues të ardhshëm? Ka shumë garues te klubi karates Idrizi, mirë po ju thash me një vit punë, për shkak se stërvitjet i kemi në shkollën fillore Petar Zdrafkovski Penko. Janë 3 herë në javë nga 1 orë. Dhe tash 3 herë në javë nga 1 orë janë, të them, pak për ato suksese të cilët kanë arritur që të depërtojnë në gara ndërkombëtare dhe mbarkombëtare. Unë i kuptoj shumë mirë, domethënë nxënësat ju duhet kohë, që ju duhet, për shkak se me një periudhë të shkurtë nuk mund të korrish suksese, duhet të jetë konstante, duhet të jetë domethënë me shumë sakrificë. Mirë po besoj që shumë nxënësa do të ka shumë premtues. Një ndërto janë edhe, mund t'i ceki edhe me emra, to janë Sami Bajrami, Yasin Bajrami, janë Rea Vlasaku, ka edhe shumë të tjerë, është Syar Hyseni, është Alem Huseni, ato garues të cilët ju besoj se me të vërtetë është një gjenerat të cilët po rritet shumë shpejt, dhe besoj që do t'i shohim edhe në arena ndërkombëtare dhe mbarkombëtare dhe botërore. Çfarë aktivitete apo ku morën pjesë si vjet? Si vjet kemi marrë pjesë, domethënë turneu i fundit të cilën ishte kampionati ndërkombëtar. Domethënë ajo të cilës si shqiptar neve na bën mjaft krenar, ku të cilën morëm pjesë me 6 garues, ku arritëm të fitojmë 4 medalje. Ajo ishte domethënë një ndjenjë mjaft e veçantë, për shkak se kombi na bashkon, dhe morëm pjesë aty dhe fituam disa medalje, ishte mjaft turnej i vështirë, domethënë kishte garues shumë profesionale, mosha të vogla, mirë po ishin mjaft profesional. Aty ishte një garë shumë e vështirë, po ja që morëm të grabitëm disa medalje dhe u kthyem për shtëpi. Si e pritëm fëmijët, po ashtu dhe vetë klubi, një klub i sapo formuar, edhe fëmijët besoj në hapat e parë të tyre të karates, si u ndjen me këto 4 medaljet? Unë për vete nuk e kam të vështirë adaptimin në këto gara, për shkak se kemi marrë pjesë në gara botërore, evropiane, dhe thjesht për mua është një gare zakonshme. Mirë po fëmijët të cilët nuk kanë marrë pjesë, domethënë në arena sportive, janë të mëdha, të zbukuruara, arena të cilët duhet të ndeshesh, por ato është pak e vështirë në fillim. Mirë po u mundosha gjatë gjithë kohës që t'ju them të mos bëjnë stres dhe ta bëjnë atë që e bëjnë edhe në stërvitje. Atë që e bëjnë në stërvitje, bëje njëjtë në gara. Disa e kapën, disa kishin mjaft stres, mirë po stresi, domethënë, largohet sipas kohës. Domethënë gjatë kohës, gjatë përvojës, sa më shumë përvojë të kenë fëmijët në gara, aq më mirë dhe më lehtë do t'ju hiqet stresi nga arenat të cilët garojnë. Tek pjesa e seniorëve dua të di pak, kemi të pak, le të themi, të interesuar apo ndoshta brum apo dikë që shohim të vazhdoj tutje në mënyrë profesionale me karaten? Momentalisht e kemi Shkurtë Elezin, domethënë në klubin e karates Idrizit, e cila është seniore,
ku jemi duke punuar, domethënë me intensitet të lartë, që të depërtojnë në kategorinë e seniorëve, për shkak se është e vështirë, domethënë është mjaft e vështirë, pjesa e seniorëve, punojmë për të arritur ndonjë sukses, domethënë në kampionatin shtetëror, pastaj pas kampionatit shtetëror vjen garat evropiane dhe botërore. E çfarë na bën, le themi, profesional në këtë sens? Dhe sa është e vështirë të arrihet kjo te nea, të jesh një profesioniste në fushë tek ne? Është shumë e vështirë për shkak se sporti i karates, domethënë duhet të jesh profesional gjatë gjithë kohës. Nuk është profesionalizmi vetëm në stërvitje, është jashtë stërvitjes. Domethënë e gjitha është kjo një botë në veti, të cilët duhet të jetosh me karate. Ashtu siç janë edhe sportet tjera profesionale, ti duhet të jetosh me sportin. Domethënë nëse stërvitjet janë 3 herë në ditë, ti 3 herë në ditë domethënë duhet të jesh i përkushtuar vetëm në sport. Vetëm në sport. Domethënë duhet të heqësh dorë, ndonjëherë duhet të heqësh dorë edhe nga arsimi për të vazhduar domethënë sportin profesional. Domethënë kërkon sakrifica. Kërkon shumë sakrifica. Ato që ne e shohim domethënë në rezultatet të cilët i bëjnë sportistët, ato nuk janë post tjetër një mund shumë i madh, të cilën e kanë arritur domethënë në vetvete. Domethënë e di atë ndjenjë për shkak se me të vërtetë çdo medalje e fituar është mund dhe sakrificë. Po ashtu kisha dëshirë edhe t'jo apeloj, domethënë që disa trajneri shoh se janë duke keq informuar publikun për sukseset e tyre, mirë po nuk është as pak e vërtet, të cilët abuzojnë domethënë dhe keq informojnë prindërit. Domethënë duhet të jenë të mirë informuar se ku e dërgon fëmijën që ta ushtron. Domethënë sukseset e mia flasin domethënë edhe nga Federata e Karates botërore, të cilët janë të gjitha zyrtare se çfarë kam arritur dhe nuk e ul kokën para askujt ose të thot dikush që nuk e ke arritur këtë rezultat. E shoh kohët e fundit janë duke keq informuar prindërit të kenë kujdes se ku i dërgojnë fëmijët të ushtrojnë. Për shkak se çdo trajner e jep dijen, atë rezultat që e ka fituar, atë dije e transferon tek gjeneratat e reja. Përderisa kemi domethënë sportistë të suksesshëm, do të kemi klube të suksesshme. Pastaj te kjo pjesa nuk flasim vetëm për rezultatet që mund të arrijë një fëmijë, por flasim besoj edhe pjesa e shëndetit është shumë e rëndësishme, sepse kur kemi të bëjmë me sporte, edhe fiziku vjen në pyetje. Patjetër me sportin. Është rëndësishme të dimë se me kë trajnohemi dhe si trajnohemi. Patjetër me sportin ke shumë benefite tjera. Pos që mundesh të vazhdosh në mënyrë profesionale, ke edhe mundësi tjera, për shembull për aftësi të zhvillimit edhe mendor, zhvillimit fizik, ke shumë domethënë benefite tjera, të cilët nuk është vetëm pjesa e garave. Ke shumë benefite tjera të cilët mund të ushtrosh vetëm për hobi ose për shëndet. Po përmendim rezultatet apo sukseset të nxënësve, karatisëve të rinj, po përmendim fakti që e formovëm në fund klubin e karatesit Rizi pas kaq shumë domethënë viteve karrierë, dhe po ashtu të qenurit trajner, po ti vet ke ndaluar apo mendon të vazhdosh me garat personale të qenurit një sportist, apo tash të qëndrosh më le të themi më i vëdijshëm dhe më me interesim te ky rol i ri? Ajo ishte që deshta ta them tash. Në klubi Karatesit Drizi, domethënë e kam formuar si jam ndoshta i ri në moshë, 24 vjeçar, mirë po përfundimi i karrierës profesionale time u bë për shumë shkaqe private. Një ndër to ishte edhe një lëndim tepër i serioz, domethënë në këmbë, të cilën kemi diskutuar mjaft shumë edhe me doktorin, cilën ishte patjetër që të bëj pauzë dhe të fokusohem në gjëra tjera. Mirë po unë ju tregova, nuk dua që ta hedh poshtë dijen time se jam aq shumë domethënë i besoj vetes se besoj që dijen time do ta shpall te garuesit dhe te gjeneratat e reja. Gjithsesi besoj kënaqësia jo vetëm e njëjtë, po ndoshta edhe më e madhe kur i shet të tjerët që vijnë nga ty edhe arrin këto majat e sukseseve. Ndoshta gjendja fizike më ka
ndaluar nga karriera ime profesionale, mirë po dia nuk më ka ndaluar asnjëherë dhe besoj që do t'i shohim shumë kampionë të cilët do dalin nga ky klub. Ja apeloj të gjithë prindërit, le t'i bind fëmijët nëse ke dëshirë që të bësh kampion, urdhëro e regjistrohu tek ne dhe besoj që do të keni shumë sukses. Si u prit? Besoj që ka pasur mjaft që të kanë shtyrë të hapësh klubin tënd, qoftë shoqëri, qoftë rreth, familje, po edhe sportista apo kolegë të tjerë. Si u prit lajmi që më në fund të hapet klubi? Tregoj të drejtën, pritja e klubit të karates Idrizi nga familjarët ka qenë mjaft e madhe, mirë po nga shoqëria dhe nga pjesa e garuesve nuk ka qenë që edhe e mirë, për shkak se tash më shohin si konkurrent në klub. Mirë po, unë nuk më intereson ajo pjesë për shkak se unë e shoh vetëm drejtimin tim, shoh klubin, ajo është të cilën interesohem më së shumti. Këto ditë do kemi diçka aktivitete, kemi mbaruar me servitet apo na vazhdojmë? Të shtunën, do me thonë, ju bëj edhe juve si televizion ftesë, do me thonë kemi një provim për Brest, të cilët kemi disa gjeneratat fillestare, të cilën do të kalojnë nga brezi i bardhë në brezin e verdhë. Aty do t'jenë edhe komision, do t'ketë komision nga Kosova, do t'ketë edhe komision nga Maqedonia, të cilët do t'i notojnë nxënësit se çfarë kanë ushtruar për një vit dhe do të mujnë ta kalojnë provimin për të dalë në brezin e verdhë. Mundeni të vini dhe të na vizitoni, provimi mbahet domethënë të shtunën në ora 7 deri në orën 8 të zgjas. Nëse dëshironi, aty do të kemi edhe një këshilltare nga komuna e Butelit, të cilët do të na vizitojë, do të ketë mjaft prindë të cilët do t'i shikojnë edhe fëmijët e tyre. Falenderoj shumë për ftesën, nëse do mundemi me shumë kënaqësi. Si është, sepse ke qenë vetë sportist, je akoma, le themi ky eventi, çfarë rëndësie ka për një sportist, sidomos në këtë moshë të re? Sporti i karates tash ka disa grada. Domethënë ka brezin e verdhë, ka brezin e kuq, të gjelbërtin, të kaltërtin, kaftin dhe të ziun. Këto ngjyra të tregojnë domethënë nivelet e fëmijëve. Domethënë, ato që ushtrojnë një vit duhet të dalin për brezin e verdhë. Ato që ushtrojnë 2 vite. Nga një juri profesionista, apo si që thekën nga vende të ndryshme. Fiks. Pa ndikim, pa asgjë. Pa ndikim, pa asgjë. Domethënë të të kesë dhe secili do ta prezanton atë dijen, ai fëmijë do ta prezanton dijen të cilën e ka ushtruar, domethënë dhe e ka mësuar gjatë një viti dhe e shpalos para juristëve. Dora jemi në fund të bisedës, po gjithsesi unë dua të di, sepse e cekëm po i afrohemi fundit të vitit, biseduam pak a shumë se çfarë kaluam si vjet, po dua të di planet për tutje për vitin që po na vjen. Viti që na vjen shpresoj të kemi së pikë së pari shëndet. Pastaj besoj që viti tjetër do të jetë mjaft me surpriza, të cilët nuk do t'i shpalosim që tash, po besoj që do ketë mjaft surpriza. Jo, mëroj që do ritakohemi sërish për të biseduar për sukseset që na vjen. Shpresoj shumë që herën tjetër të vi edhe me disa kampion të vegjël, që t'i prezantojnë edhe ato sukseset. Mirë po shpresoj që domethënë primare do t'jenë kampionatet shtetërore, të cilat marrin vizë për në kampionatet ballkanike për fëmijë, të cilat është suksesi më i madh tek fëmijët kampionati ballkanik. Shpresoj, domethënë vitin tjetër është primare, kampionati shtetëror dhe kampionati ballkanik tek fëmijët. E po unë atëherë uroj, siç thashë, që do ritakohemi sërish vitin e ardhshëm, do i diskutojmë dhe do ju presim me medalje me këto suksese që vetë se i mendoni të arrini, dhe të falenderoj shumë dhe njëherë që gjete kohë dhe mundësi t'jeso me ne për të kënaqësi që të kisha. Ju falenderit shumë edhe juve për shkak se ishit edhe mediumi i parë të cilët na bët ftesa e parë për klubin e karates Idrizi. Ju falenderoj shumë dhe e vlerësojmë shumë dhe nuk do t'ju harrojmë asnjëherë. Ju falenderoj edhe unë edhe një herë. Ju falenderit. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes dhe për sot duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme në ri, shihemi sërish të premten në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.